Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhalla wala që t'i bekon takimet tona dhe t'i bën të dobishme për neve në këtë botë dhe të ndritshme dhe të shpërblyer për neve ditën e takimit me ta. Të ndërrua Allahu, sikur që e keni të njohur, jemi duke trajtuar tema që kanë të bëjnë me dhikrin dhe këto tema i kemi emërtuar si xheneti i kësaj bote. Dhe kemi thënë se për të përjetuar dhe për të qenë dhikri xheneti i kësaj bote, padyshim se duhet të ndiqet një rrugë të caktuar që kemi folur për të në takimin e kaluar. Në anën tjetër, duke pas parasysh se dhikri nuk del jashtë të qenurit adhurim ndaj Zotit xhallahu ala, është ibadet, ndërpadyshim se krahas mirësive të shumta dhe krahas vlerave të shumta që i ka dhe rregulla që besimtarët duhet i kenë parasysh kur ata e kryjnë këtë ibadet në raport me Zotin e tyre. Dhe këto rregulla janë të shumta dhe ne nuk do t'i trajtojmë të gjitha këto tyne, por do të mundohemi që të marrim ato ndoshta më kryesore që kanë të bëjnë drejt për me neve, nga se kemi përmendur se trajtimi kryesor joni përmes këtyre ligjëratave është që të mësojmë për mbajtjen e dhikrit dhe kuptimet e asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ta përjetojmë pasaj atë që themi. Nëse shikojmë këtë adhurim dhe shikojmë hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për dhikrin, do të shohim se dhikri është i lloj-llojshëm. Do kemi dhikr i cili fillimisht është i përgjithshëm, nuk është i kurzuar, as nuk është i kufizuar as në kohë e as në vend. Dhe padyshim se këtu besimtari është i lirë që ta përmend Allahun xhallahu ala sa më shpesh, dhe ta përmend në çdo situatë, në çdo vend. Sikur është të thënë të fjalës Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, e kështu me radhë. Pra i ka shumë hadithe që flasin për vlerën e fjalës la ilaha illallah, që besimtari ta thotë kado që të shkon, dhe të cilët thotë la ilaha illallah. Ose kemi hadithe që flasin për vlerën e kombinimit të 4 llojeve të dhikrit, e që janë Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, edhe Allahu akbar. Kemi hadithe që flasin për vlerën e fjalës la hawla wala quwwata illa billah, hadithe që flasin për vlerën e kësaj, e kështu me radhë. Mirë po, krahas vlerave të shumta dhe të këtyre thënieve, nuk gjejmë se është e kufizuar në kohë dhe vend, përveç në raste të posaçme, por përgjithsisht ky është dhikri i përgjithshëm. Dhe në dhikrin e përgjithshëm besimtari e përmend Allahun xhallahu ala, sikurse vetë Zoti e ka lavdruar në Kur'an, duke thënë se robt e mençur dhe mendjendritur dhe të udhëzuar të Allahut janë kush? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ata që e përmendin Allahun xhallahu xhelaluhu, do thotë në këmbë, ulur, madje dhe shtrirë, në çdo gjendje. Dhe në këtë aludon hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, cila thotë se kanë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli hini, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam e përmend Zotin e tij në çdo gjendje, vazhdimisht, kado që sillej. Dhe kjo është e para që ka të bëjë me dhikrin. E dyta, dhikr i kufizuar në kohë apo në vend. Për shembull, dhikri i kufizuar në kohë është dhikri i mëngjesit dhe dhikri i mbrëmjes, që ne njohim se dhikri i sabahut edhe i mbrëmjes. Dhikri i kufizuar me kohë është dhikri që bëhet pas namazeve, 33 subhanallah, 33 Allahu elhamdulillah, 33 Allahu akbar, e kështu me radhë. Dhe gjithashtu të kemi dhikr të kufizuar në bazë të vendit. Për shembull, dhikri kur hyn në xhami, në vendi është ai që përcakton çka kimë thonë, jo çka dush ti. Dhikri kur dal prej xhamisë, dhikri kur hysh në shtëpi, dhikri kur dal nga shtëpia, e kështu me radhë. Dhe gjithashtu kemi dhikr i cili është i ndërlidhur me raste të saktuara.
Do të njeriu kur të hambuk, njeriu kur të vesh teshën, njeriu për shembull kur e shehan në re, dhikr të shumë që na ka mësuar pejgamberi sa çfarë duhet të themi në këto situata. Dhe në gjitha këto që kanë të bëjnë me këto lloj të dhikrit, përveç llojit të parë, besimtari është e kërkuar dhe e rekomanduar për të që ti përmbahet asaj që e ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë një dua të posaçme ose një dhikr, një përmendje të Allahut të posaçme e ka bërë në këtë rast caktuar. Atë nga një është e kërkuar që ne mos të zëvendësojmë dhikrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me diçka nga ana jonë, edhe pse ndoshta neve na duket formulim interesant. Por nuk mund të formulojmë dhikr më të mirë dhe më të përshtatshëm më të kërkuar sa ai që e bën te kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është mirë që në këto situata ti përmbajmë dhikrin që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E nëse ne pastaj dojmë me fol nga vetja jonë, me përmend Allah, me bëu dua e kështu me radhë, kjo nuk prish punë. Mirë po, ti me të kujdesshëm që kjo mos të bëhet e vazhdueshme dhe kjo mos të bëhet rregull i pandërprer nga ana jonë, nga se pastaj mund t'i konkuron sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dalë në ato që quhet risi e shëmtuar. Ajo që do të mundum të flasim në takimet e ardhshme, do të spaku për një kohë caktuar, ka të bëjë me dhikrin e sabahut edhe akshamit. Nga se rreth ne e qelëm ditën me sabah. Andaj, çfarë dhikri besimtari thot kur të fillon ditën e tij në mëngjes, në sabah? Dhe çfarë thot kur e përmbyll ditën e tij në mbrëmje? Ka një varg, do të mësimesh, udhëzimesh, porosish në këtë drejtim që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë duhet të themi. Dhe kjo quhet si dhikri sabah dhe i akshamit. Andaj duke pas parasysh se ky është dhikri që do të flasim për të, dua që të them disa rregulla lidhur me këtë dhikr. Qase shpesh na vijnë shumë pyetje lidhur me këto lutje të sabahut dhe të akshamit, e që do të thotë ai që nuk i din përmendsh, i gjen tek libri Mburoja e muslimanit, është libri i vogël i xhepit, aty e ki dhikri dhe lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes. Ka shumë vlera të mëdha dhe ka shumë sevape. Madje shumë nga këto dhikra është sebeb për mbrojtjen e besimtarit nga shumë çija, nga shumë sherrë. Prandaj është mirë që besimtari mos më lën këtë dhikr anash, por me bëu tradit në jetën e tij që në mëngjes dhe mbrëmje me lut Allahu xhallahu ala ma që ka nevojë, padyshim. Ti ke nevojët e tua e ke personale, unë kam mijat, ai ka të vetat. Ne këtu ne dallojmë. Mirë, po është një lloj, është një varg, një sasi e caktuar lutje që të gjithë bashkërisht ne i përmbajmë nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht kur bie fjala për dhikrin e sabahut dhe akshamit, kur është koha e tij? Kur fillon koha e sabahut dhe akshamit se përket dhikrit? Normalisht na nim fjalën sabah, edhe tash sabah për neve ka lloj-lloj, me dikon sabah, te dikur sabahja ka nis, do të thotë kur u qumë fal, por dikon është hala gjysmë natës, se flajn sabah ka 10 saati, ka njerëz sabahun e ka lloj-lloj. Apo fetarisht për neve sabah kur ja nis? Që na më përmend Allahu xhallahu ala në sabah. Kur është ajo? Kam përmend dietar mendime të ndryshme që nuk dua tash t'ju ngarkoj me këto mendime, por ajo që është më e preferuar dhe më mbështetur në bazë argumenteve është se dhikri i sabahut fillon kur të falet namazi i sabahut. Ase këtu besimtari fillon ditën. E fal namazin e sabahut, pastaj vazhdon me përmendjen e Allahu xhallahu me dhikrin e sabahut. E kur fillon dhikri i akshamit? Dhikri i akshamit nuk ka sikur i sabahut. E kam një akshamit për fillon para akshamit. Fillon mas namazit të ikindis. E vazhdon deri në perëndim të dirë, deri në aksham. Do të thotë, koha e preferuar dhe e pëlqyer dhe e kërkuar për dhikrin e sabahut është kur të falet sabahu derisa të lind dielli. Ndërsa koha e preferuar dhe e kërkuar për namazin, për dhikrin e akshamit është posa të falet namazi i ikindis derisa të perëndon dielli. Kjo është koha e preferuar. Dhe për këtë dietar ka përmend argumente shumëta, sikur është fjala Allahu xhallahu ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. Allahu xhallahu ala thot:
dhe ti madhroje Zotin tënd dhe përmende Zotin tënd para se të lindë dielli dhe para perëndimit të saj. Kjo është e qartë, ose Allahu xhallahu këtu jep disa kufizime të caktuara kohore kur është e preferuar dhe e kërkuar Zotin me përmend. Ndërsa Xherir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, sikur se transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihut e tyre, përmend thotë se një ditë ishim të ulur pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na tha: "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar." Shikojnë hanën, e cila adnat ishte hanë plot dhe ishte shumë e qartë, dhe tha: "Ju keni me pa Zotin e juaj sikurse po e shihni këtë hanë. La tudamuna fi ru'yatihi." Nuk keni fare me pas mdyshi as një gullime në pamjen e tij. Kjo është nga mirësitë e ahiretit, respektivisht të shkuarës në xhennet. Allahu ka me i shpërblyj me mundësinë me pa Zotin xhalla xhelaluhu. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasi që e përmend këtë vlerë dhe këtë siharetë dhe këtë mirë të madh, thot: "Fa in istata'tum an la tughlabu fi salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Andaj se keni mundësi me i nejtë gati shumë, në gjitha namazeve, po këtu ka vëndu theksin, nëse keni mundësi me i nejtë gati namazit, para lindjes diellit, sabahut, dhe para perëndimit të saj, rëni gati. Nëse këto dy namazet kam lërë të posaçme tek Zoti xhalla xhelaluhu. Dhe sikur që thot Xherir ibn Abdullah ky sahabi, dhe pejgamberi sa kur përmendi namazin e sabahut, dhe ikindis e lexoj këtë ajet që lexuam edhe ne më herët, dhe përmend dhe madhroi Zotin tënd. Andaj kjo më kuptu, sikur se shumë argumente tjera, se koha e preferuar për dhikrin e sabahut të akşamit është koha që ka të bëjë me sabahun kur të falet dhe do thot me namazin e ikindis, posa të falet derisa të lind dielli. Normalisht përderisa u përmend namazi i sabahut dhe akşamit, është një çështje që edhe këtu ndodh që të pyetemi për këtë çështje, andaj është mirë me e ditë. A është ky dhikr i ndërlidhur me faljen e namazit apo me kohën e namazit? Do thotë, a bën me bë dhikrin e sabahut, se koha e sabahut hin më herët, dhe dikush mund të fal sabahun edhe gjysore pas se po falim na, ndoshta në xhamia atë. A është ndërlidhur dhikri i sabahut dhe akşamit me faljen e namazit të njërit apo është ndërlidhur me kohën atë? Ikindin e kemi nura, po thëmë kushtimisht 4:30, 4:40, por dikush që ka vë punë me falë ikindinin 6. E në 5 tash kë, u hi ikindia, po kësë ka falë? A e bën këtë dhikrin, apo e falë ikindin pastaj? E bën dhikrin. Cila është aja që duhet me ndjek? Normalisht, djetarët kanë thënë se dhikri sabat dhe akşamit është i ndërlidhur me kohën e namazit, jo me falin e namazit. Kjo është e para. Mirë po, ka thënë duke pas parasysh se falja e namaz është obligative, ndërsa dhikri që po flasim për të është vullnetar, nuk është obligativ, atëherë edukat e besimtarit është që t'ja përparësi farzit, pastaj nafileve, për të ruajtur renditjen e adhurimeve dhe për të mbajtur nën kontroll disiplinën e tij, që mos t'ja përparësi nafileve para farzeve. Hala se ka fal farzin ndërsa po angazhohet me ato që është vullnetare. Prandaj nuk prish punë dhe i llogaritet se ka bërë dhikrin nëse e kryen pa u fal namazin. Po rregull e lip që të jetë do të thotë në kohën e përmendur do të kur të fal namazin. Mirë, pasi që dhikri sabah dhe akşamit të ndërruar ka kohë caktuar, kur të falet sabahu derisa të lind dielli, kur të falet ikindia derisa të falet akşami, pas ka kohë caktuar. E nëse ka lind dielli dhe ne se kemi përmend se kemi bërë dhikrin ende, kemi qenë të angazhuar me diçka, ne se kemi bërë dhikrin ende, ose ka perëndu dielli, ka hikuar yacis dhe ne se kemi bërë dhikrin ende, a konsiderohet kjo ikje e dhikrit, mos më thon fare? Apo e thua kur do që t'ja për të mundësia? Disa nga djetarët kanë thënë se ky dhikr e ka kohën e vetë, po iku nuk e thu mo. Por ky mendim nuk ka argumente, e ceka vetë sa për me e ditë, se mund të ndëgjoni ndonjëherë mirë, po s'ka argument për këtë apo. Mendimi më i saktë është se kohërat e përcaktuara për këtë dhikr
janë kohët e preferuara dhe të kërkuara për te. Po në qofë se ik dhikri, atëherë e thot njëri kur t'i ka mundësit. Argument për këtë është hadithi Aishës radhiyallahu ta'ala anha, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdo që ik pjesa e përcaktuar për lexim të Kuranit natën, se besimtari ka pjesë përcaktuar, lexon Kur'an, fal namaz, e ka të rregulluar sistemin e adhurimit. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men fatahu hizbuhu min al-Qur'ani bil-layl, kujdo që ik sasia përcaktuar leximet të Kur'anit natën, le të lexon pasi që të lind dielli derisa të falet dreka. Ditën. Ne këtu ka mundësinë që nëse të ka ik diçka nga ajo që ti ke që nuk e bër, atëherë e kompenzon në kohë të caktuara. Dhe hadithi Aishës gjithashtu radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ndodhte ndonjëherë me ik namazi i natës, diku ti ik vitri, e kanë zonë gjumi, çfarë bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A linte komplet? Jo. E falte pasi që linte dielli deri para se mi kuadrikës. Do të thotë koha e namazit të duhas, koha para ditës, që fillon pasi që lind dielli diku 20 minuta dhe përfundon afër 20 minuta para se me thirrë zona e drekës, para se me ik koha e drekës, është koha e namazit duha. Në këtë kohë njeriu që i ka ik vitri mund me kompenzu. Por tash nuk e fal ditën tek, nga se ditën nuk ka vitër, por e fal çift, sikurse e falte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë argument që flasin se njeriu nëse ik diçka nga adhurimet mund me i kompenzu në kohra caktuara, dhe dhikri është shtopt. S'ka pas mundësi me e thonë e thua kur t'i japet mundësia dhe nuk lën me tik dhikrin nga se është me vlerë të madhe. Tjetër që duhet me përmend nga mesetet e dhikrit është me rëndësi këtu të ndërlozur, disa njerëz nga njëra vrej për shembull edhe në namaz, dhikri rukus, subhan rabbil azim, dhikri sejdës, subhan rabbil a'la, për shembull, ose dhikri sabah që po flasim për të. E shumë se nuk i lëviz bust, e përmend me emën, me mendje, dhe përmend Allahun ai po mend vetë kapën. Kjo nuk ngjehet dhikr apo. Kjo nuk llogarit dhikr që po flasim për të. Mund të jetë meditim, dhe kemi thënë se edhe meditimi është dhikr. Mirë, po jo dhikr që nuk kupton këtë që po flasim. Nga se pejgamberi sa ka thënë shumë ditë kush thot kështu dhe kush thot kështu. Nëse thënia nuk mund të bëhet me buzë të mbyllura, duhet të lëvizin buzët. Edhe pse disa dietar kanë kushtozuar se edhe njëri me një vetën e tij, do të thotë me një përshpëritje që e ndëgjon veshën e tij. Por kjo është e preferuar, nuk është e kërkuar. E kërkuar është të lëvizin buzët. Prandaj nuk llogaritet se e ke thonë lutjen e caktuar nëse nuk i ke lëvizur buzët. Duhet me lëviz buza që të llogaritet thënia apo lexim i Kuranit apo thënia dhikrit e kështu me radhë, nga se vrejet që në këtë drejtim ka nga njerë disa lëshime. Gjithashtu për asaj që du me përmend lidhje me dhikrin për meseleve ka të shumta të ndërlozur që flasin për të, është ajo që si kanë fillim. Ne kemi të mburojë muslimanët, po marr këtë libër se këtë kemi në gjuhën shqipe, po kudo qoftë njëri mund me mbledh ose me përfitu nga lutjet që i ka thënë pejgamberi sa në sabah ose në akşam. Kemi atje, ka thënë pejgamberi kush thot këtë 3 herë, për shembull, e ka këtë sevap. Kush thot këtë 5 herë ka këtë, kush thot herë, kush thot këtë, për shembull, Sayyidul Istighfar, Zotriu i kërkim faljes, një nga lutjet më të mira për me kërku falë tek Allah është pikërisht në këtë varg lutjesh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, në lutje pak më gjatë. Kush thot këtë një herë, ka thënë pejgamberi, do të e ka një shpërmbajtje të madhe që kanë me marrin inshallah të ardhmen apo. Mirë, unë po duam të thonë këtë se istighfarin 3 herë apo 4 herë. Po më pëlqen një herë që s'po del valla, po më thon më shumë. Themi se kur bëhet dhikri sabat dhe akşamit, përmbaju sasi së kërkuar. Kaq ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa për me e kry dhikrin, pastaj kur e ke kry dhikrin, don prej këtij dhikri me përzgjedhje që më thon më shumë, thuaj sa dush pastaj apo. A kupton? Do të thotë kur je i kyçur në procesin e kryesës së dhikrit të përcaktuar, me kohë dhe me vend, përmbaju rregullit. Një herë ka thonë, një herë thuja. Ka thonë 3 herë thuja. Përmbaju kësaj. Pasi që e ke kry këtë, e theti këtë, po don prapë me buhala lutje, sa dush të thuja pastaj. Dhe mos e kurzo me numër dhe
me sasi caktuar, nga se pastaj këtu mund të jetë një konkurrencë kujt asaj që ka përcaktuar pejgamberi. Po duhet të thonë që 3 herë sot, 5 herë nesër të them një herë lëvizin këtë tim nuk prish puna apo. Por përderisa je ende duke përdorur dhikrin, mundohemi u përmbajt rregullit të dhikrit. Dhe dobi e fundit të ndërrullazat lidhe me këtë dhikr sabat dhe akşamit, tash ka të shumta, por shikoj sa është kjo fe subhanallahu precize, sa ka këtu disiplinë, sa ka këtu rregulla, apo që e formojnë besimtarin. Don Allahu më përmend shumë bukur, përmende, mirë, po janë disa rregulla. Kur je këtu, kur je kështu, që realisht timi të gjithë të bashkuar në një bazë caktuar, e pastaj mbi këtë bazë njerëz garojnë në të mirat e Zotit xhella xhelaluhu. Përfund disa prej rregull që ka të bëjë me edhe edukatën që duhet ta ketë parasysh besimtari kur e përmend Allahun xhella ora, veçanërisht kur bëhet fjalë për përmendjen e Allahut në mëngjes dhe mbrëmje. E para të ndërrohet që ka të bëjë me edukatën është ruaja e sinqeritetit. Nuk bëjnë sinqert. Ka njerëzit, për shembull, po më ka thënë diku që unë e bëj dhikrin e sabatit, të akşamit, apo e lëviz buste, ose çon pak zonën, ose ato, ose ruaj sinqeritetin. Ajo që ka është sinqert për hir të Allahut që e pranon atë. Ajo që nuk është sinqert, ka thonë Fudali ibn Iyad rahimullah, një dietar i madh, thua ju atyre që bëjnë përsye për faqe mos u lodhni. Ata që bëjnë përsye faqe, i kanë thuaj mos u lodhni. Se po djava ke këtë, pse po lodhesh? Më mirë flaj ose bën një punë tjetër se më bëu diçka për njerëz, s'ka shpagim, s'ka pagesë për to, s'pagun Allahu për të. Nga se nuk e ke bëu për hir të tij. Prandaj ruaje sinqeritetin. E dyta, na po flasim për me përmend Allahun xhallahu ala, apo me përmend Allahun mëngjes, mbrëmje. Mirë, po duhet me pas parasysh se edukata besimtarët është me kërku ndihmë prej Allahut që Zoti xhallahu xhelalu me ndihmu. Prandaj pejgamberi sa çfarë i tha Muadhit. Dhe që në këtë porosi ka që të madhe, Muadhi ka qenë një nga shokët e pejgamberit, Muadhi me Gjebel. Pejgamberi sa thë, ja Muadh, wallahi inni le uhibbuk. Tha Muadh, wallahi unë du ty, jopë. Që ka pejgamberi i tha Muadhit, unë e du ty. Andaj tha, mos le asë një herë, pas çdo namazit të thua, Allahumme a'inni ala dhikrike vë shukrike vë husni ibadetik. Tha thuaj, o Allah, o Zoti jam, më ndihmë mua, shiko, më ndihmë mua, që të përmendet ju, ala dhikrike, o shukrike, që të falendrejt ju, o husni ibadetike, dhe që në përgjësi të adhrejt ju si duhet. Posa ka dhënë, disa ulema ka dhënë këtë e ka dhënë para selamit, disa ka dhënë një mas selamit me një herapë. Dhe si e ka kërë namaz mere, lutë, ta shka një varg lutjesh, lutë Allah me të ndihmu ty, që Zotin xhallahu me përmend si kurse duhet. Gjithashtu, prej edukatës, në kjo nuk është obligative, ka se prish, por edukat është e besimtar kur Allah në përmend veçanërisht në dhikrin e sabatit akşamit është që të bën ulje të përshtatshme. Të bën ulje të përshtatshme, e cila realisht i ndihmon në përulje. Nga se kanë edhe ulja është ajo që e dikton disponimin e besimtarit. Dallon me përmend Allahun e kom të kiç strana, apo ndërsa dallon me përmend Allahun kur i ulën dyshys si ngjoj edhe kokë kanë ki ulën dhe përmend Allahun xhallahu. Dallon kjo. Ndikimi i të jashtëmës është i pamohshëm në të brendshme tona apo. Prandaj pasni kujdes kur vjen në xhami, besimtari mund të jetë i kujdesshëm si po ulet, si po rrin, apo nga gjitha këto kanë ndikim në aspektin e brendshëm të zemrës së tij. Është e kërkuar se, do të sikurse e kanë përmendur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se kur falte namazin rrinte i ulur me kokë ulur edhe përmend Allahun xhallahu xhelaluhu. Qase kjo është një gjendje që besimtari jep një farlloj disponimit të brendshëm që ndikon në përjetimin e dhikrit. Edhe këtu kam përmendur gjithashtu se për të do të qenë dhikri Allahu sa më kualitativ, sa më sesor është mirë që njëri tjetër me abdes. Kjo është e kërkuar, mirë, po mirë me kon me abdes, mirë me qenë i kthyer nga kibla. Dhe këtu janë edukata që na ka mësuar Allahu xhallahu ala pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një dhikr më kualitativ. Madje tjetër edhe vendi i qetë. Jo më përmend Allahu xhallahu për bën dhikrin e akşamit, ose dhikrin e sabaut e më vend zhurmshëm. As nuk din çka tha, ku meta, sa i thash, muhabet, më përfillë kjo që më foli. Nga njerëz as nuk mund me zgjidh, normal si në vend që s'u zgjidhti. Po nëse ki mundësi me zgjidh vendin, mundohet të jetë sikurse kemi thënë një vend më i qetë dhe ti të jesh në pozicion që ta përmendësh Allahun xhallahu xhelalu. Nuk është mirë që për shembull do më bëj dhikrin e sabatit akşamit,
veçanërisht dikush që din është përmesh këtë dhikr, ose edhe e lexon që duke bë dhikrin me qenë angazhuar edhe me shkruaj dikujt mesazh, me kthyer në lajm që po thon lajmet, me ngun, ka se kjo është vendosje. Nuk është kjo edukat me Allahun xhallahu ala që veç me gjumë përmend e mati ki dikun tjetër se çka tha ky, ku po thot ky, çfarë u përmend tu e kështu me radhë. Prandaj gjitha këto janë edukata të rëndësishme që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut xhallahu xhelalu, dhe thash shumë të tjera, por gjitha këto të ndërrohen nëse i marrim parasysh, me të vërtetë dhikri sikur se kemi thënë do të ketë një shije tjetër. Prandaj ne po mundohemi që të përmendim rregulla të caktuara të dhikrit, që me të vërtetë na ndihmojnë që ne ta përmendim Allahun një përmendje më cilësore, kualitative, që ka ndikim në zemrën tonë dhe ka ndikim në formimin tonë në përgjithësi, që dhikri Allahu xhallahu të bëhet xheneti i kësaj dunjaje dhe rrugtim dhe korridor që na shpije në xhenetin e botës tjetër. Këto janë disa rregulla që pata ndërmend me përmend për sot dhe do të vazhdojmë përsëri inshallah me këtë temë deri në takimin e ardhshëm. Zoti ju shpëlbojë dhe ju ruaj. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.